Kjo protestë tregoi atë që ne të gjithë e dimë, por që nuk e vërtetonin dot. Faktin që shumica e shqiptarëve janë të indinjuar me klasën politike dhe nuk duan asnjërin palë. Kjo tregon dështimin e klasës politike dhe madje krizën e thellë politike në të cilën gjendet vendi, ku tashmë nuk kemi asnjë përfaqësues e cila ka, themi, legitimitetin për të fituar mbështetjen mbar popullore. Protesta tregoi se ishte kundër Ramës, por gjithashtu edhe kundër Berishës. Protesta tregoi që kjo qeveri ja u ka prur njerëzve në majt hundës, kjo qeveri ka prodhuar indinjatë të thellë shoqërore dhe njerëzit nuk e duan me këtë qeveri, njerëzit janë lodhur me këtë qeveri. Nuk është çështja vetëm tek një projekt, çështja është tek në thelb tek mënyra se si vepron kjo qeveri, tek kasaphana që ka bërë me pronat të Bregdet, tek të fortët që kanë uzurpuar brigjet me shezlone, tek ata që kanë betonizuar Bregdetin, tek rrëmbimet e trojeve, tek uzurpimet e resurseve, e burimeve ujore dhe gjithçka tjetër. Dhe sigurisht që projekti i Zvërnecit thjesht ishte një shkëndi e cila ndezi indinjatën e thellë, e cila vlon prekorisht tek shoqëria shqiptare. Por nga ana tjetër, këto protesta treguan që shoqëria shqiptare nuk është as me një opozitë të tillë të vjetruar, të korruptuar, të përçar, të lodhur, një opozitë e cila kërkon të vazhdojë me këmbguljen në zakonin e vjetër pa hequr dorë nga bataku ku është, dhe e cila nuk ka fuqinë të bëjë dot alternativë. Është një opozitë e cila nuk ka fuqi të shfrytëzojë momentin e indinjatës thellë që shoqëria ka ndaj qeverisë dhe çdo indinjat e shoqërisë e cila shprehet kundër qeverisë, për fat keq rezulton gjithashtu fatale edhe për vetë opozitën. Pra jo që se përfiton dot, por dhe humbet vetë. Në këto kushte kemi të bëjmë me një situatë ku shoqëria shqiptare është e pengmarrë nga të dyja palët janë bashkë dhe të dyja palët në një farë mënyre mbajnë peng skenën politike shqiptare. Jo më kot sot kur gjithmonë më shumë se kurdoherë Sali Berisha duhet ishte në krah të protestuesve dhe kundër Edi Ramës për një projekt korruptiv, sot shohim që Sali Berisha mbështet atë që ai quan zhvillim dhe investime të huaja në Zvërnec, duke u bërë kështu një farë mënyre pateric e Ramës dhe një element sigurie që e ndihmon atë ti mbijetoj kësaj vale protestash. Sigurisht nga ana tjetër këto protesta delegitimuan opozitën sepse treguan se nuk është e vërtetë që populli shqiptar nuk del të protestojë, ashtu siç thotë opozita. Nuk është e vërtetë që populli shqiptar ka frikë të protestojë sepse hiqet nga puna apo edhe të tjerë. Sigurisht që këto janë fenomene që ndodhin. Ka njerëz që vërtet hiqen nga puna apo ka njerëz që vërtet ndjen të frikësuar se mund të hiqen nga puna nëse dalin kundër qeverisë. Por këto janë pak. Shumica e popullsisë sigurisht që ka indinjat me klasën politike ekzistuese dhe sigurisht që ka indinjat me qeverinë dhe do të ishte e gatshme të dilte dhe të protestonte, ashtu siç kemi parë këto ditë në shesh, nëse ajo vërtet do të gjente një alternativë. Pra, fakti që sot opozita mbledh 100 vet një herë në javë dhe rreth 1000 vet një herë në muaj, kur ajo grumbullon nga gjithë Shqipëria me autobus, me struktura, me njerëz që shkojnë i kapin për xhakete, njerëzit ejan protest, ju luten njerëzit për të thritur në protest, dhe mezi mbledh 1000 vet, fakti që thjesht me një vërshëllim të disa njerëzve të panjohur dalin në shesh mijëra vet, ndoshta 7000, 8000, nuk e di 10000 sa mund të kenë qenë dje, kjo tregon që shoqëria shqiptare kërkon të ngrihet, kërkon ta përmbysë të qeveri dhe është e gatshme të dalë të protestojë sepse vërtet është e pakënaqur me realitetin ekzistues. Por fakti që opozita është në këtë gjendje është për shkak të opozitës, për shkak të paaftësisë së saj për të bindur tashmë edhe vet elektoratin e saj, madje edhe vet antarët e saj, e jo më shoqërinë shqiptare. Dhe fatkeqësisht kjo shoqëri është e mbetur në këtë realitet ku qeveria e ka sakatuar jetën e shoqërisë, por nga ana tjetër opozita është akoma më e pabesueshme dhe akoma më e padëshiruar. Mbetet vetëm që forcat e reja të dalin ta shfrytëzojnë këtë vakum politik që është krijuar tashmë, por kjo do të mbetet ardhmë.